Ari Prishtinës, a? Alo. Mirë mëngjesi në kryetar. Mirë mëngjesi. Arben Ahmet, jam drejt për drejt nga Kanardier, shpresoj që nuk po ju këngaj. Jo, George Bush, kemi dalë. Në fakt po se kjo ishte edhe arsyeja, i rifilluat punimet njanshëm, apo pa konsultim me inspektoratin. Kemi fillu punimet në bazë se ka shku urbanizmi, jemi në pjesën domethënë se nuk janë afër objekteve të trashëgimit kulturore, afër perimetrit të tyre dhe punimet po fillojnë domethënë pajtim me ligjin këtë pjesë, derisa të kemi veçimin edhe ka pjesa afër monumenteve të trashëgimisë kulturore. Mirë, për cilat monumente në fakt është ndalesa për Grandin, apo? Është Radio Kosova, Grandi edhe restorati, edhe pse ne vlerësojmë që nuk ka asnjë pengesë ligjore, sepse ligji për trashëgimi kulturore përcakton që perimetri zbatohet në momentin kur ka ndërtime të qarta afër objekteve të trashëgimisë, mënyrë që mos me u pengu dukshmëria objekteve të trashëgimisë. Në këtë rast ne nuk kemi bëjmë me ndërtime të qarta, por kemi bëjmë me ndërtime të ulta që është punime të sheshit që në fakt i qesin me pa to objekte dhe to objekte janë funksion edhe qytetit edhe qytetarëve të Prishtinës dhe të barë Kosovës. Një pyetje, ka ndonjë procedurë, ka ndonjë afat inspektorati deri kur duhet t'i kthej përgjigje për projektin? A ka aplikim të komunës për marrë pëlqyeshmërinë realisht? Po, në fakt është Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve, është si komision profesional që trajton këtë çështje. E ka pas afatin mbrana 30 ditëve, fund të 30 ditësh i ka dërguar disa rekomandime për komunën e Prishtinës, që më shumë duken si rekomandime që janë përmes varrit procesin, se sa janë rekomandime që bojnë lidhje profesionale, por ne mendojmë se do të thotë njëra se si inspektorati i trashëgimisë ju ka qasur, në fakt Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve ju ka qasur ti procesi është që me bloku këtë proces qysh po blokon edhe procesin e ishullit të Gjelbër që e lidhë Dragodanin me pjesën e ballatit rinis dhe projekte tjera të mdoja. Për neve domethënë kjo qasje e institucioneve të Ministrisë Kulturës është qasje e blokatës dhe janë detime pura politike. Një pyetje, ka pasur në të kaluarën procedura kur komuna ka marrë leje nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore për projekte të ndryshme, apo këto janë projektet e para që zbulohet që duhet marrë një leje nga Inspektorati? Ka pas procedura tjera, ka qenë pjesa e objektit të Gërmis, edhe e shkollës të mesme Sami Frashëri, mirë po ndalesa e Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve pikërisht në projektet e mëdha të lidhen për shkak të fushatës, edhe për shkak të premtimeve që kryetari Roma i ka dhënë për projektet e mëdha që do të realizohen në Prishtinë. Pra janë pengesa puro politike të institucioneve të trashëgimisë kulturore. Mirë, do të shohim tash se cili do të jetë reagimi i inspektoratit. Ju po thoni që pjesën ku punohet nuk është që ka. Ne jemi këtu me inspektoratin e komunës Prishtinës, jemi bashkë me policinë, e kemi vendimin e drejtorisë e urbanizmit, e cili ka dhënë pëlqimin për zhvillimin e këtë pjesë të projektit dhe jemi duke i bërë gjitha punimet në pajtim me ligjin. Faleminderit shumë, ishte në kryetari i Prishtinës, Shkëmana i ka filluar njanshëm komuna. Okej. Me bicikl pëndzën libra, pëlshën urna në shkrum fleta, qka me i bo që shto jeta, nën pun tona, ajnë pun veta. Gjelal s'fesla, Gjelal s'fesla, Gjelal s'fesla, Gjelal s'fesla. E kem prit që shë lypnera, me bojron me bombonjera.